sport shqiptar, muzikë shqiptare, kur jetoja në Neymar, jetoja si në Shqipëri. Dhe si çdo shqiptar tjetër. Problemi shtetë shqiptar ishte që nuk ishte antena dhe nuk kapte në televizori shqiptar. Domethënë duhet i kërkoni problemet. Se nuk e kapte Tiranën Neymar? E dini që Neymar nuk kapte televizion shqiptar, ishin shumë pak vende që i kapte, do të them para viteve të ndjerë. Në frynte njerë në llogara e merrte dhe ta antenë dhe me muaj të tëra nuk kapte televizion shqiptar, shikojnë vetëm televizion greke dhe italiane. Mirë, si ju trajtoi juve shteti shqiptar gjatë diktaturës? Ju që ishit pakicë kombëtare, do të thënë në Shqipëri, pakicë greke. Mua personalisht familjen time na ka trajtuar si një familje mesatare shqiptare, as të përsekutuar ishim, po as të privilegjuar, si që thash jemi një fis barinj. Po unë dua të them statistika, që kam dëgjuar nga ishte përdjekur politik shqiptar, që nga të përdjekur politik, mesatarja nga vendet që kishin origjinë nga pjesa ku banonin ndërdet grek ishin përqindje më të mëdha në burg, se sa pjesa tjetër e Shqipërisë. Ishte veriu, Shkodra dhe minoritarët. Shkodra ishte në vend të parë katolikët, edhe në vend të dytë ishin minoritarët. Pra kishte një diskriminim, po u them jo personalisht përqindja e Mariotëve që ka bërë në burg për arsye politike shumë e madhe se mesatarja e shqiptarëve. Kjo bëj me qëllim apo ishin më kokfort dhe më të pa disiplinuar i Mariotët, gjelet për të parë. Unë të them faktin. Me thënë drejtën, këtë për të parë dëgjoj që ka qenë përsekutuar pakica greke. Dhe për ta mbyllur këtë diskutimi për të kaluar në jetën pasaj. Unë them, po të shikoni, kemi statistikat dhe numrat, ka shoqata të ishte përdjekurve politikë edhe të ndërmuarve. Jo, ju po thoni që janë statistikat. Do thënë pakica kombëtare greke janë dënuar më shumë se sa shqiptarët. Më falni? Ju po thoni që pakicat greke janë dënuar më shumë se sa shqiptarët? Sigurisht po. Në Nartë, në Neymar, edhe në zonën e Burgut, përqindja është më e madhe se mesatarja përveç katolikëve të veriut. E po mirë pa, që përveç katolikëve të veriut, zoti Beleri, se ata janë dënuar më shumë tani, si janë dënuar nga skrapari im tani, nga skrapari im shumë pak janë dënuar. Ata janë dënuar më shumë. Po pse Shqipëria janë Shkodra dhe Shkodra i Mara, Narta e Vlorës? Jo, unë nuk e di këtë, dhe po më habit kjo që po thoni ju. Ju thoni e kam nga Institutit Përndjekurve, thatë mos gaboj? Po. Nga Institutit Përndjekurve. Unë do ta verifikoj këtë që mos flas kot, se po fona kot, s'kam, unë do ta verifikoj, sepse plus që i njoh edhe i kam miq ata, do ta verifikoj dhe do ta shkruaj këtë. Nëse është e vërtet, okay, po unë po befasojmë se nuk e dija. Tani